Shkodra Art Residence 25 titullohet ekspozita ndërkombëtare hapur në ambientet e Galerisë së Arteve në Shkodër, me moton aty ku arti kthehet në identitet. Kjo ekspozitë prezantoi vepra të realizuara nga 20 artistë pjesëmarrës nga vende të ndryshme të botës. Organizatori Azem Kuçana dhe kuratori Saimir Ahmeti theksuan se qëllimi është të krijohet një hapësirë e përhershme e shkëmbimit kulturor, ku arti shërben si ur komunikimi mes kombeve. Është viti i dytë që organizohet qytetin e Shkodrës, edhe është me pjesëmarrjen e shumë artistëve nga shumë vende të ndryshme të Europës. Edhe jemi se një javë këtu, sot është dita për mbledhje në galerinë tuaj, edhe është kënaqësi edhe punët po duken shumë bukur realisht. Edhe pjesëmarrja e artistëve në kontributin si me thonë, bashkimit të artit me vendet e ndryshme të Europës. E veçanta është Shkodër. Shkodra Zdjepi i Artit dhe Kulturës është ajo që i frymëzon të gjithë artistët. Është një lloj magneti për gjithë ata, sidomos për artistë të artit figurativ. Atëherë është edicioni i dytë i këtij aktiviteti dhe po themi titulli i plot është Shkodra Residence, aty ku arti kthehet në identitet. Sepse arti këtu është shpinë e vet. Është herë e parë që unë jam në Shkodër dhe këtu kam ardhur për të prezantuar veten time. Është kërcimtare profesioniste e densit themi klasik dhe modern bashkë dhe paraqes gjithë ato lëvizjet të cilat do të bëjnë gjatë kërcimit. Ekspozita do të jetë e hapur për vizitorët në Galerinë e Arteve për një javë.